është një ditë e gëzuar për shtetin e Kosovës dhe për të gjithë qytetarët në veri e në jug, sepse Republika nuk bën dallime sipas etnisë. Urime gjithëve. Erdhëm edhe këtu që të përurojmë ndërtesën e re të administratës tatimore të Kosovës, ku në krahun tim të majtë është dhe drejtori udhëheqësi Mentor Hyseni. E pam një objekt jashtëzakonisht të përshtatshëm për punë, gjithsej në 3 nivele janë rreth 1000 m2, për tyre 750 m2 janë të tillë që janë renovuar, ndërkësh 250 m2 janë aneks që janë bashkangjitur, janë dikun rreth 30 zyra, 11 toalete, klimatizim, ngrohje, kushtet moderne për punë dhe këtu tash do të shërbehen qytetarët, banorët e komunave të regionit më të gjerë të Mitrovicës. Është një ditë e gëzuar për shtetin e Kosovës dhe për të gjithë qytetarët në veri e në jug, shqiptar, serb, bosnjak e të tjerë, sepse Republika nuk bën dallime sipas etnisë, përkundrazi kujdeset që t'i shërbejë të gjithë qytetarët sipas të drejtave të tyre dhe sipas nevojave që kanë. Prania jonë këtu është dëshmi e përkushtimit tonë për mbledhjen e tatimeve dhe njëkohësisht për shërbimin e duhur e publik ndaj qytetarëve. Që është një ngjarje e rëndësishme, sidomos për qytetarët e Mitrovicës, të cilët ushtrojnë veprimtari biznesore edhe në këtë pjesë që të marrin shërbime sikurse gjithë bizneset që marrin gjithë Kosovën. Unë kisha shfrytzuar rastin që të falenderoj Ministrin e Punëve të Brendshme, Ministrin e Financave për këtë iniciativë dhe punë të shpejtë që janë bërë jashtëzakonisht në kohë rekord dhe me cilësi të lartë siç e pamë edhe brenda. Edhe ky është njëra prej veprimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës në funksion të ofrimit të shërbimeve për qytetarët, dhe se kjo zyre do thotë përveç qytetit e Mitrovicës përfshin edhe pjesën e ofrimit të shërbimeve në nivel regional. Ne jemi këtu për të përuruar dhe të mbështetur duart rokit çdo punë të mirë të institucioneve të Republikës së Kosovës, këtë rast të qeverisë. E vizituam familjen e Selver Haradinajt, pikërisht sot kur janë bërë 14 vjet nga sulmi terrorist i cili e vrau atë në banesën e tij. Fatmirësisht atë botë patën shpëtuar fëmijët e tij dhe bashortja e tij. E falenderojmë vllaun e tij Zymerin bashkë me vllaun tjetër Agronin që na mirëpritën në atë banesë që tash është e renovuar dhe ku banojnë, jetojnë, zhvillohen të sigurt, por edhe 3 djemtë e tij që tash ishin rritur, Armendja, Alberti dhe Arbeni, për atmosferën e përzemërt që na ka krijuar në banesën e tyre dhe për qëndresën e tyre që të mos zhvendosen nga prona e tyre ku banojnë.